Vetëm disa urna ndaj nga përballja Shqipëri-Serbi, e cila do të luhet në stadiumin Air Albania në kuadër të fazës kualifikuese të Kupës së Botës 2026. Skanindel ka zgjedhur ta trajtojë këtë përballje në një formë tjetër për t'i dhënë një nuancë ndryshe dhe mbi të gjitha për të parë peshën që ka secila skuadër në treg. Kjo analizë kryhet në kuadër të rubrikës Fandata dhe i referohet faqes ndërkombëtare Transfermarkt, e cila përmban vlerat e lojtarëve në treg sipas kontratave që kanë me klubet. Sipas analizës së të dhënave vlerë në treg e lojtarëve të kombëtares së Shqipërisë në total gjithmonë referuar të dhënave vlerësohet në 108.55 milion euro. Nga ana tjetër, bazuar në të dhënat, vlera e kombëtares serbe në treg është rreth 245.9 milion euro. Pra nga këto të dhëna dalim në përfundimin se skuadra e Serbisë ka një vlerë në treg rreth 137 milion euro më shumë, ose rreth 2 herë më të lartë. Por sa kushton lojtari më i shtrenjtë për secilën kombëtare? Nga të dhënat e Transfermarkt, pa marrë në konsiderat formacionin e mundshëm, lojtari më i shtrenjtë në treg që luan për Serbinë ka një vlerë deri në 45 milion euro, ndërsa ai që luan për Shqipërinë ka një vlerë deri në 15 milion euro, i cili është Kristian Aslani, duke kaluar vlerën e Armando Brojës. Ndërkohë, lojtari me vlerën më të ulët për Serbinë vlerësohet në 500.000 euro, ndërsa për Shqipërinë në 300.000 euro. Mosha mesatare e lojtarëve të cilët luajnë për kombëtarët serbë është 26.2 vjeç, ndërsa e lojtarëve të cilët luajnë për kombëtarën shqiptar është 27.5 vjeç, me një diferencë prej gati një viti. Sa i përket formacioneve, sulmi i kombëtares shqiptare vijon të jetë më i shtrenjtë, ndërkohë për kombëtaren e Serbisë formacioni më i shtrenjtë është mbrojtja.